Presidenti Donald Trump thotë se SBA-t kanë shkatruar plotësisht çdo objektiv ushtarak në ishullin Kark të Iranit dhe paralajmëron se mund të goditet dhe infrastruktura e naftës. Kam zgjedhur të mos shkatroj infrastrukturën e naftës në ishullin Kark. Nëse Irani ose të tjerë do të ndërhyjnë në kalimin e lirë dhe të sigurt të anijeve përmes ngushticës së Hormuzit, do ta rishqyrtoj menjëherë këtë vendim, tha Trump. Në përgjigje, Teherani paralajmëron se infrastruktura e naftës dhe energjisë që u përket kompanive që bashkëpunojnë me SBA-n do të kthehet një grumbull hiri nëse sulmohet objektet energjetike të Iranit. Rreth 90% e eksporteve të naftës së Iranit kalojnë përmes këtij ishulli, duke bërë atë një linjë etike ekonomike. Ambasada e SBA-ve në Bagdad është goditur nga një raket sipas zyrtarëve irakian. Është hera e dytë që ambasada e Shteteve të Bashkuara në Bagdad sulmohet që nga fillimi i luftës amerikano-izraelite kundër Iranit. Disa grupe të armatosura të mbështetura nga Teherani të bashkuara nën ombrellën e lëvizjes të rezistenca islamike në Irak kanë marrë përgjegjësinë për sulme të përditshme me dronë dhe raketa kundër bazave amerikane në rajon. Para sulmit, 2 milicë të grupit Katehab Hezbollah ishin vrarë. Njëri prej tyre thuhet se ishte një figurë kyçe e rrjetit të lidhur me Teheranin. SBA-ja pritet të dërgojë një njësi marinsash dhe më shumë anije luftarake në lindjen e mesme. Shpërthime të forta janë dëgjuar dhe në Doha. Ministria e Brendshme e Katarit deklaron se ka parandaluar një tjetër sulm raketor iranian.